Teksa shkojnë për të bërë pazarin në tregun e fruta perimeve në Fier, qytetarët shfaqin një sër pakënaqësish. Ata ankohen për çmimet e larta që i cilësojnë abuzive nga ana tregtarëve, por nuk mungon dhe pretendimi për manipulim të peshës së produkteve ushqimore që blejnë në këtë treg. Konsumatorët akuzojnë tregtarët e supermarketës për mashtrim në lidhje me peshën e produkteve. Sipas tyre ndërhyet për të manipuluar sasinë. Neve si kontrollojmë dot. Kontrollet e shteti. Ato peshoret vjetra ja. E mbushim trasat e ikën. Nga ana tjetër edhe tregtarët pohojnë konkurrencën e pandershme që është mes tyre, ku edhe ata fokusohen tek manipulimi në peshën e produkteve. Që ka probleme të tilla ka, se kush ka nuk e di, sepse duhet. Po ka patur kontrolle për këtë konkurrencë të pandershme. Po ka pas para 1-2 vjetëve. Po tani? Jo tani s'ka më kontrolle. Jo vetëm atë, po të shikoj si shitin qalpi e gjati me fruta perimet, me modra fare që janë rritur në pleh, që janë sprekatur me kimikate që shitin bashkë me. Në tregun e Markatës, që është i vetmi në Fier, nuk ka pasur kontrolle për tregtarët abuziv, ndërsa verifikimi i fundit daton 2 vjet më parë.